Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Shokuese, René Refo publikon postimet që Laert Vasili ka dërguar video intime. Një deklaratë e bërë në episodin final të podcastit të René Refos ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale, duke u kthyer në një nga temat më të komentuara të orëve të fundit në mediat online. René Refo, vajza e aktores Julia Iliriani, bëri një përmbledhje të eksperiencës së saj gjatë sezonit të podcastit, ku ka pasur të ftuar figura të ndryshme nga arti dhe publiku. Në këtë reflektim përmbyllës, ajo ndaloi edhe tek aktori Laert Vasili, për të cilin u shpreh se fillimisht kishte një vlerësim të lartë profesional dhe respekt për karrierën e tij në teatr. Sipas saj, situata ka ndryshuar pas realizimit të intervistës në podcast. René pretendon se ka marrë një mesazh video nga aktori për të cilën ajo nuk dha detaje të plota, por e cilësoi si shqetësues dhe arsye për të ndërprerë komunikimin e mëtejshëm. Në deklaratën e saj, ajo nuk hyri në përshkrime të hollësishme të përmbajtjes së materialit, por la të kuptoi natyra e tij duke shtuar se e kuptoni vetë për çfarë bëhet fjala. Ajo gjithashtu shpreh që pas këtij momenti ka shmangur pjesëmarrje në disa evente publike ku ka mësuar se aktori mund të ishte i pranishëm. Deri më tani nuk ka një reagim publik nga aktori lidhur me këto deklarata. Ngjarja po qarkullon gjerësisht në rrjet, ndërsa mbetet e paqartë nëse do të ketë zhvillime të mëtejshme apo qëndrime zyrtare nga palët e përfshira.